الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Pse ajo është I vetëm dhe I pashok që meriton adhurimet tona, dhe që meriton që t'i përkulen gjithë njerëzit dhe t'i shtrihet dora për ndihmë. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I cili kreu mbi ne amanetin e Allahut, na I udhëzoi zemrat me Kur'anin që është kalamullah, fjala Allahut, dalluese e të shtrembës e drejtës nga e shtrembëra deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe përmbi të gjithë ju që jeni sonte bashkë. Allahun e falenderojmë që na ndihmoi për namazin e akşamit, salatul maghrib. Elhamdulillah themi. Se një namaz inshallah do jetë dritë për jetën e kësaj bote, dritë për jetën tjetër në ahiret, dhe respektuesit e namazit do të jetë të shpëtuar në këtë botë edhe në botën tjetër në ahiret. Për sonte kishim ajetin numër 86 në suratul Bekara. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina ishtarabu al-hayata ad-dunya bil-akhirah. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Të tillë janë ata që e vlerësojnë jetën e kësaj bote mbi botën tjetër. Allahu na ruaj sa e rëndë. Andaj atyre thot nuk do të lehtësohet dënimi as se do të kenë ndonjë lloj ndihme. Shumë e rëndë kjo fjalë e Allahut në Kur'anin e Madhërueshëm. Allahu din dhe zbulon ata njerëz të cilët jetën e kësaj bote e duan më shumë se sa jetën tjetër në ahiret. Edhe kjo është një nga hatat më të mëdha që njeriu të mendojë se baza e gjithçka është jeta e kësaj bote. Domethënë, të gjitha energjitë, të gjitha mirësitë, të gjitha begatitë t'i jepen robit për jetën e kësaj bote, edhe mos të mendoj për botën tjetër në ahiret. Që normal, kjo botë I shërben asaj. Pra gjithçka Allahu xhel xhelalu I ka vënë në dispozicion robërve të Tij në këtë botë, është që t'i shërbej botës tjetër. Imani, besimi, njofte e Zotit xhel xhelalu është vetëm e vetëm që ne të jemi mirë në jetën tjetër në ahiret. Të gjitha mirësitë dhe begatitë, thot Allahu xhel xhelalu që ja kam vënë në dispozicion, është që juve t'ju ndihmojnë për ta fituar botën tjetër. Nëse ne do ngelim klasë tash, do t'i preferojmë gjitha këta dhe janë vetëm për jetën e kësaj bote ne kemi marrë. Allahu xhel xhelalu thot, pra ata që vlerësuan jetën e kësaj bote mbi botën tjetër. Vallahi vëllezër, shumica e njerëzve nëpër botë kështu janë në fakt. Pra më I thonë shikore, Allahu ka caktuar në mëngjes me fal sabahun. Ja. Na shkatërron ato të sabahut. Pse? E therin e zonin mes. Allahu ekber, Allahu ekber. Aja zonin është shqetëson. Shifini, su ku ka arret. Dhe me thanë, ushqehen nga Allahu, furnizohen nga Allahu, vën nga Allahu në jetën e kësaj bote, begatohen nga Allahu, me shëndet, me fuqi, me fëmijë, me gjithë. Ja. Çfarë është ajo thërë e sabahut? Pra, deri atje kanë shku, sa që kjo është shqetësim për ne. Pra, këta çdo gjë për jetën e kësaj bote.
Keni vënë që thonë, andej nga shtetet tjera, Italia, Gjermania, Franca, Amerika, punojnë shumë. Edhe normalisht jetës e kësaj bote japin rëndësi të madhe. Një ditë me qenë smonaj, bëhet nami. Shpejt me marr masa, me unjall shpejt sepse na duhet me punu për jetën e kësaj bote. Të merri madh. Problemi madh. Ama shikore se në orën 5 mjesit, në 4:30, duhet me falë sabahun, me adhuru, me madhru Zotin. Ja, që është e? Po ndrek, mërë, ja, ka ardhë pejgamberi Zotin. Ja, robë si në ishte i. Veti ka sa ju të fjallë në Kur'an. Pra, këta e në shumicë. Pra, i smunje me e prek. Një gjë me e prek e pasurije që e ka thonë Allahu Gjeleshëru që me usprovu me diçka atje, në mi bëhet. Në fund fare, ajo ngelet në jetën e kësaj bote. Pra, të preferosh jetën e kësaj bote. Dhe me thonë, të mendosh se këtu ke ardhë vetëm për të shiju. Edhe 99% e botës sot kështu mendojnë. Shijoj e mërë jetën. Shijoj e jetën që të ka dhonë Zoti. Themi ne. Ata nuk thonë që të ka dhonë Zoti, po që të ka dhonë natyra. Që të ka ardhë kjo jetë, të ka qëllu të. Shijoj e deri në maksimum. Çfarë do të thotë kjo me përkthejnë Shqip? Mos legjo babo. Çdo gjë të keqe ta provojsh, çdo gjë të mirë ta provojsh. Kështu do me thonë, me përkthejnë Shqip. E normalisht kështu veprojnë. Mirë po vjen një moment që dërsohen për para Allahut Gjelle Gjelaluhu. Me gjithë se kanë menu që t'jetojnë vesh për jetë në kësaj bote, tha gjete shofer, gjeta. Gjete punëtor, gjeta. Po punë, gjeta. Po që ke ngell të shti? Të shti kam ngell që të gjenjë një person që të mori smundjen time, t'ja shes, ta paguj që ajtë smuhet për mu. E pas ndalu Allahu dhe. Asin s'mun e marë. Rezgun, caktimin tatë, ashtu si kur të ka dhanë, mirësit e begatit e të pasuris, të ka caktu në ismunje, për shemë. E shfarë ndodhë? Në mosh 37 vjeqare, vdiq. Ku i le miliardet? Si do paraqitesh në banesën e varit pa i vak namaz? Si do shkresh e di? Ku e le jetë në kësaj bote? Na pa e shofim edhe vetë që është shumë mashtruse nëse i përkushtohesh kësaj, e shkurtër, Allahu Gjelle Gjelalu ishte të pa me ajet tjetër, si e shitet ahiretin, thot, për pak vlerat kësaj bote. E latë. Të merri madhë. Vallai këta janë shumicë që nuk duan t'ja dinë, por vetëm për këtë botë, thot. Për botën tjetër s'ka gjama. Janë 99% e botës. Me përjashtim të atyre që janë besimtarë. Allahu Gjelle Gjelalu thot, fa aktharuhum la yu'minun. Shumica atyre nuk besojnë. Pik. Në Kur'an, në fjallën e vetë, thot Allahu Gjelle Gjelalu. Ata nuk besojnë. Shumica atyre. Pranaj, bashkë me mu duhet kujdesi madhë. Jem punë, për shemëll, erdhë koha namazit. Në lohu 5 minuta falë namazin, sa është e rëndësishme. Sepse këtu ndahet, diçka shumë e rëndësishme. Po t'i venjë shrej këtu, ndahet diçka këtu. Unë nuk po të thëmë që nuk duhet ajo puna. Dersa. Se me nëpërmjet asaj dersa, inshallah, shkojsh në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa një njeri që heste me vrap, shokët i thonë, sikur të ishte në rrugë të Zotit. Më thonë, fi sebilillah. Vallahi thonë, nëse ka dalë për ta siguru halallin e familjes, është në rrugë të Zotit. Pra, ajo dersa, ajo puna, ama që ajo punë që të ndanë nga namazi, ajo punë që ta lë namazin pa fal,
për Zotin është përzim e haram. Edhe shumica e njerëzve që janë kohën, s'po m'del, thot, mosh e re, jam heq nga puna, s'm'del rroga, s'm'del ajo, s'm'del... Këto është problemi. Se ti nuk e respektu Allahun xhelle xhelaluhu. Edhe pos respektova Allahun xhelle xhelaluhu, s'ka as dynjaja as bota bimo. Pra bashkë mu me pas shumë kujdes. A ka diçka që të bëhet shkak të që të le namazin pa fal? A ka diçka që të bëhet shkak që të le xhuman pa fal? Të le Ramazanin pa gjënu? A ka diçka që të tremesh për shembull i ke fitu ca lek edhe nuk e jep zakatin? I pjesë të vogël të pasurisë. Tremesh. A tho pa bëhen fukara? Pa Allahu ta ka caktu. A mendoni se Allahu xhelle xhelalu cakto për njerëzit, për besimtarin dhe për besimtaren diçka që ata e rënon? A mund mendohet të? Ja vallaj. Pra ajo pjesë e vogël e pasurisë e ka caktu Allahu xhelle xhelalu për ta dhënë, a mendoni se ajo e dëmton robin? Pasurinë tatë? Ja. A mendoni se të prek ajo ke imani? Ja. Apo agjerimi? Kur s'kemi pa dhe s'kemi mendu, s'kemi ndëgju, që cili do nga adhurimet, cili do nga shtyllët e imanit edhe shtyllët e islamit, ta kenë dëmtu robin. Deri sot jo, s'mund të nalë. Pra ata thot, i dhanë shumë rëndësi, dënimi do t'jeti i pashmangshëm, thot Allahu nga funi ajetit, dhe ata s'do të kenë ndihmëtar. Pra e para është që dënimi është i pashmangshëm. Dhe me thonë, ti jetojsh 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, mos të bjerë i herë nërmen për krijosin. Mos të thirrësh i herë në vetet atë, o Allah, si që ndrojnë të kështu? I herë një jetë. Edhe i herë një jetë do tjetë të dobishme, nëse të i bi men, o Allah, ky qelë, këto yje, ky diell, kjo tokë, këto oqeane, këto krijesa, duke i mendohë kështu, sikur i herë një jetë atë, vallaj nuk do t'jenë kotë. Vallaj këta e ka një krijues, këta e ka një drejtues, këta e ka një furnizues, këta e ka një diçka që i ka sjellë tu në këtë jetë, se kur nuk mund të qëndrojnë vetë, quhesh besimtar. Po si hiç e morën një person në intervistë, nga i zonë tjetër e Kosovës ishte. E i thotë, a kena i peshman një jetë tatë? Ja, i thotë, thuj një diçka tha që mund kesh. Tha, vallaj, tha, sa vjeç jetë? 80. Tha, s'kam raj herë në serdë. A imaginoni, 80 vjeç, tha, nuk kam raj herë në serdë. Ama për t'jetu jetë në kësaj bote, e ka shkënej. Po, shëtitje, lek, me shok, me miq, alkool, derë, drog, imoralitet, të gjithët këqijet. Ama vetëm sejde, jam sejde. Normalisht, këto që përmenda, nuk të lajnë me ramë sejde. Ja, nuk të lajnë. Ruajini veten tuaj që dynjaja mos t'ju bëhet përparësi me harru ahiretin. Se kjo është shumë e shkurtër, 60, 70, 80, në fund fare për Zotin e dërzojmë. Po si e dërzojmë? Pa gjohë apo me gjohë? Zoti mos na ndaft nga imani, nga islami dhe nga çdo vepër që na çon tek Allahu xhelle xhelaluhu. Zoti ju bekoft gjithë.